Mirë se vini në botën e yjeve. Astrochart, bëni subscribe për më shumë video. 4 meshkujt më seksi të horoskopit. Në vend të parë Akrepi. Mashkulli Akrep është seksi pa u përpjekur fare. Ka një magnetizëm misterios që i bën njerëzit të ndjen të tërhequr ndaj tij pa e kuptuar pse. Akrepi nuk flet shumë, por mënyra si të sheh, si ecën dhe si prezantohet krijon një energji hipnotizuese. Magnetizmi i tij vjen nga intensiteti, shikimi i thellë, misteri dhe energjia e fuqishme që transmeton. Në dhomë, Akrepi është pasion, dominancë dhe emocion i fuqishëm. Në vend të dytë Luani. Mashkulli Luan është shumë tërheqës për shkak të vetbesimit të tij. Ai di ta mbaj veten, di si të paraqitet dhe di të bëjë të ndihesh si e vetmi person që ekziston në moment. Ka stil, qëndrim dhe një karizëm të lindur që nuk e kopjon dot askush. Lumturinë e gjen kur të bën ty të qeshësh, por edhe kur gjithë dhoma e di që ai është aty. Energji mashkullore e pastër, e fortë dhe shumë tërheqëse. Në vend të tretë Demi. Mashkulli Dem është seksi në mënyrën më natyrale dhe sensuale të mundshme. Ai e ka sensualitetin në çdo gjestë të tij, qëndrim i qetë, zëri i ngrohtë, prekja e butë, sensi i fortë i afërsisë. Demi nuk ka nevojë për shumë fjalë, e tregon erotizmin me prezencë. Ai është mashkulli që të bën të ndihesh i sigurt, e dashuruar dhe e mbrojtur. Ka një sensualitet të heshtur që e bën tunduese çdo nënveprim me të. Në vend të katërt Shigjetari. Mashkulli shigjetar është seksi për shkak të energjisë së tij shpërthyese. Ai është i lirë, aventurier, spontan dhe gjithmonë në kërkim të emocioneve të forta. Ka buzëqeshje karizmatike, humor dhe liri në shpirt që e bëjnë tërheqës. Njerëzit tërhiqen nga energjia e tij pozitive dhe mënyra si e përjeton jetën plot pasion. Me shigjetarën, lidhja intime është adrenalin, aventurë dhe momente që nuk harrohen kurrë.